Sot do të zhytemi në diçka vërtet intriguese. Do të shohim dy ngjarje të mëdha historike që, sipas burimit, ishin parashikuar në Kur'an qindra vjet më parë. Dhe nuk po flasim për parashikime të paqarta, këto u shfaqen në momentet më të papritura, duke shkuar kundër çdo logjike të kohës. Dhe kjo na sjell te pyetja thelbësore, apo jo? A mundet vërtet një libër, një tekst i lashtë, të parashikojë të ardhmen me kaq saktësi, të përshkruajë ngjarje që në atë kohë dukeshin thjesht të pamundura? Për t'ju përgjigjur kësaj, le ta analizojmë dy raste konkrete nga historia dhe të shohim se çfarë na tregon burimi ynë. Mirë, ja si do të procedojmë. Fillimisht, një hyrje e shkurtër për të kuptuar kontekstin. Pastaj zhytemi në rastin e parë, një profeci për fitoren e romakëve. Më pas kalojmë te rasti i dytë, një marrëveshje çuditshme e quajtur Hudaybiyah dhe një fitore, le t'i themi e fshehur. Dhe në fund do të bëjmë një përmbledhje të gjithçkaje. Pra, le të fillojmë. Për të kuptuar me të vërtetë peshën e këtyre parashikimeve, duhet të kthehemi pas në kohë. Duhet të kuptojmë botën siç ishte atëherë. Imagjinoni pak skenën. Jemi në fillim të shekullit të 7, rreth vitit 603. Në atë kohë, bota njihte dy superfuqi absolute. Perandorinë bizantine, pra romakët e lindjes, dhe perandorinë sasanide persiane. Këta ishin gjigantët e kohës dhe ishin përfshirë në një luftë totale. Një konflikt brutal që po trondiste themelet e botës së njohur. Dhe këtu vim te rasti ynë i parë. Gjithçka sillet rreth një profecie specifike të lidhur pikërisht me këtë luftë mes romakëve dhe persianëve. Por çfarë e bën të veçantë? Ajo u bë në momentin më të keq të mundshëm për njërin palë. Shikoni pak të kronologji, për më shumë se 10 vjet ishte një katastrofë pandalshme për bizantinët. Ata humbën gjithçka. Siria, ra, Jeruzalemi, ra, Egjipti, ra, njëri pas tjetrit, territoret më të rëndësishme u pushtuan. Dhe në vitin 616 gjërat arritën kulmin. Ushtrit persiane ishin fjalë për fjalë te portat e kryeqytetit Konstantinopojës. Perandoria ishte në grahmat e fundit, në prag të shuarjes totale. Ndërkohë, ky lajm i keq për bizantinët ishte një lajm fantastik për paganët në Mekë. Ata festuan u gëzuan pa mas. Por pse? Po ata i shihnin persianët që adhuronin zjarrin si më afër besimeve të tyre politeiste sesa myslimanët apo të krishterët monoteist. Ishte si një lloj argumenti për ta. Ata u thoshin myslimanëve: "Shikoni, aleatët tanë po imposhtin monoteistët, edhe ne do t'ju imposhtim juve njësoj." Dhe pikërisht atëherë, në kulmin e dëshpërimit, kur gjithçka dukej e humbur për bizantinët, vjen një shpallje kuranore. Dhe kjo shpallje bën një parashikim që, le ta themi troq, dukej qesharak në atë kohë. Absolutisht i pamundur. Ajo thoshte se romakët, pikërisht ata që ishin në prag të shkatrimit, do të fitonin. Dhe jo thjesht do të fitonin, por do ta bënin këtë brenda pak vitesh. Por ja ku bëhet edhe më interesante. Nuk ishte një parashikim i përgjithshëm si një ditë do të fitojnë. Jo. Teksti përdor një frazë specifike arabe, bidi sinin. Kjo frazë ka një kuptim shumë të saktë, një periudhë kohe nga 3 deri në 9 vjet. Kjo e bënte gjithçka shumë konkrete. Ishte një parashikim që mund të testohej, ose do të ndodhte brenda atij afati, ose jo. Dhe për të kuptuar sa i çmendur dukej ky parashikim, mjafton të shohim vetë perandorin bizantin, Herakliun. Ai kishte hequr dorë. Plotësisht, burimet historike na tregojnë se ishte aq i dëshpëruar sa që planifikoi të merrte thesarin e perandorisë dhe ta rratisin në Afrikë. Imagjinoni pak, vetë udhëheqësi, njeriu që duhej të mbronte perandorinë, ishte gati të braktiste anijen. Ai nuk ishte asnjë fije shprese. Mirë, pra, skena është kjo, një perandori në kolaps, një udhëheqës i dëshpëruar dhe një profeci që duket e pamundur. Tani, le të shohim se çfarë ndodhi më pas. Kjo pjesë e historisë flet për një gëzim të dyfisht, një moment kur dy ngjarje të pabesueshme do të përkohin. Dhe pastaj mbothe pabesueshmja. Diçka ndryshon. Në vitin 622, i njëjti perandor, i njëjti Herakli, që ishte gati ta rratisej, nis një kundërsulm të papar. Një lëvizje strategjike gjeniale. Ai del nga muret e Konstantinopojës dhe fillon të kthejë rrjedhën e luftës në mënyrë absolutisht dramatike. Ky transformim ishte kaq i thellë sa që historianë të mëdhenj si Edward Gibbon e kanë përshkruar si një nga ndryshimet më të jashtëzakonshme të karakterit në të gjithë historinë. Imagjinoni nga një njeri gati për t'u arratisur, ai u shndrua në një hero, një strateg briljant. Dhe burimi ynë sigurisht e lidh këtë kthes të papritur pikërisht me premtimin hyjnor që ishte bërë vite më parë. Por prisni, ka edhe më shumë. Kujtoni pjesën e dytë të vargut, ai thoshte: "Dhe atë ditë besimtarët do të gëzohen." Pra, parashikonte një gëzim tjetër, një fitore të dytë për vetë muslimanët, dhe ja ku ndodh.
Saktësisht, në të njëjtën kohë kur bizantinët po arrinin fitoret e tyre të mëdha, qindra kilometra larg, muslimanët, një grup i vogël dhe i pajisur keq, arritën një fitore absolutisht historike në betejën e Bedrit kundër forcave shumë të mëdha të Mekës. Dhe pyetja është kur ndodhi ky gëzim i dyfisht, në vitin 624. Tani, le të bëjmë një llogari të thjeshtë. Profecia u bë në vitin 616. Ngjarjet ndodhen në 624. Sa me vjet janë? Saktësisht 8 vjet. Kjo shifër bie perfekt brenda afatit kohor të parashikuar prej 3 deri në 9 vjetesh, ati bidisinin. Mirë, le ta lëmë mënjon këtë histori dhe të kalojmë te rasti ynë i dytë. Bëjmë një kërcim në kohë, disa vite më vonë. Gjithçka fillon me një ëndër. Profeti Muhammed sheh në ëndër sikur ai dhe ndjekësit e tij vizitojnë Qaben në Mekë. Kjo ëndër do të jetë piknisja për një seri ngjarjesh që do të vënë në provë besimin e të gjithëve. Të frymëzuar nga kjo ëndër, ata nisen për në Mekë. Por ndalohen dhe aty, pranë Mekës, detyrohen të nënshkruajnë një marrëveshje, të njohur si marrëveshja e Hudejbijës. Dhe kushtet ishin thjesht poshtruese. Jo vetëm që duhej të ktheheshin mbrapsht pa vizituar Kaben, por pranuan edhe kushtet tjera krejtësisht të një anshme. Entuziazmi fillestar u zhduk dhe u zvendësua me një ndjenjë të hidhur, ndjenjen e humbjes totale. Dhe natyrisht, të gjithë ishin të hutuar. Si ka mundësi, pse u pranuan kushtet e tilla, po ëndra, po premtimi për të hyrë në Qabe, ishte një moment konfuzionit madh. Dhe pikërisht në mes të këtij zhgënjimi vjen një shpallje e re që e kthen gjithçka përmbys. Ajo e ripërkufizon këtë humbje të hidhur si një fitore të fshehur. Teksa ktheheshin të dëshpëruar për në Medinë, u shpall një sure e re e quajtur El Feit, që do thot fitoria. Imagjinoni ironin. Dhe kjo sure bëri 2 parashikime të reja dhe shumë të guximshme. Së pari, ajo konfirmoi se ëndra do të realizohej, ata do të hynin në Mekë, dhe madje të sigurt. Dhe së dyti, diçka edhe më e çuditshme, ajo tha se një fitore e afërt u ishte dhënë tashmë. Pra fitora kishte ndodhur, edhe pse askush nuk e shihte. Pra si u realizuan këto të dyja sipas burimit? E po, pjesa e parë, ëndra, u përmbush 2 vjet më vonë. Muslimanët u kthyen dhe morën Mekën paqësisht, pa luftë. Por, cila ishte ajo fitoria e afërt që kishte ndodhur tashmë? Ishte vetë marrëveshja. Ajo paqe 10 vjeçare që dukej si poshtrim, në fakt hoqi armiqsinë dhe tensionin. Për herë të parë, njerëzit mund të flisnin lirshëm, të debatonin dhe ta shihnin Islamin pa paragjykimet e luftës. Dhe rezultati? Absolutisht jashtëzakonshëm. Burimet historike tregojnë diçka mahnitse. Numri i njerëzve që pranuan Islamin në ato 2 vite paqeje ishte më i madh se në të gjitha 20 vitet e mëparshme të marra së bashku. Pra, ajo që dukej si një humbje e turpshme, në realitet u shtrëndrua në fitoren më të madhe strategjike deri në atë pikë. Kështu vim në fund të analizës sonë. Çfarë kemi parë? 2 raste krejtësisht të ndryshme, por me një temë të përbashkët. Ngjarje që dukeshin ose të pamundura ose humbje totale, por që u parashikuan dhe u ripërkufizuan si fitore të mëdha. Pra, thelbi i gjithë kësaj është se burimi paraqet këto 2 histori, fitoren e papritur të bizantinëve dhe rezultatin e pabesueshëm të asaj marrëveshje në Hudejbije, si shembull konkret të parashikimeve që u bën në një kohë kur çdo fakt, çdo provë, çdo logjik tregonte saktësisht të kundërtën. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje për të reflektuar. Duke lënë më janë besimet personale, çfarë na mësojnë historitë të tilla? Çfarë na tregojnë për mënyrën se si ne i lexojmë tekstet e lashta, si interpretojmë parashikimet dhe për lidhjen komplekse midis besimit dhe rrjedhës së historisë? Kjo mendoj është diçka që ja vlen ta mbajmë në mendje.